do t'ju ofroj me të vërtetë për ato tifozët e hershëm të futbollit Shkodranë, Elbasanit, Shqiptarët, Kontarës, Dhimit e Gjika. Dy vëllezër Gjika janë simboli i futbollit të Elbasanit. Pak me djafas, atmosferë. Atmosfera janë zakonshme, shumë e bukur. Stadiumi është më i mirë në Shqipëri, më i bukur, dhe të shikojmë se çdo ndodhet sot. Bukur ka edhe Shkodra, edhe Loro Guri. Bukur ka, po tapetin e kemi më të mirë në Shqipëri. Kam një mbajtje shumë nga Xhota, kemi një katonarme, që ka emrin Xhota, e ka marrë shumë mirë. E falenderoj do shumë. Të futemi tek atmosfera e ndeshjes, një Dhimit e Gjika që na ndjek vazhdimisht. Shumë e drejtë. Për Elbasanin patjetër, po kujtojmë kohën e vëllezërve Gjika, në brezin tuaj keni qenë model në fushë dhe jashtë saj. Dhe kam përshtypjen dhe kam konstatuar vazhdimisht një miqësi shumë e afërt me futbollistët shkodran. Keni pasur shumë dashamirësi. Përfitoj nga rastit, përshëndes gjithë tifozët e Shkodrës, të vllaznisë, se janë me vërtet për të lavdëruar. Janë objektiv edhe kur humin e parën humin dhe kur fitojnë gjithashtu. Ne jemi mitë ngushtë nga Narragami, nga Zhega, nga Sabaja, nga gjithë. Janë shumë emra të më falin ato. Sot është ndeshje vështirë. Ky Elbasan e sotëm ju gëzon? Shumë. Shkodrën sot e pret ferrin Elbasan. Në kuptimin figurativ. Shkodrën e pret ferrin Elbasan seksion Dhimit e Gjika. Ju përshys emrin për atë brez që ka një përresa artëmi futbol e Elbasanës. Unë në realin di normalisht çdo ndeshje ka Elbasani, jemi shumë të dashëruar me futbollin, sepse kemi dhënë shpirtin, gjithçka. Dhe unë sot gëzom që të dy ekipet të bëjnë një ndeshje play dhe kush ta meritojë të japin dorën njëri tjetrit. Edhe një herë dua parashikimin pak a shumë të saktë me shifra. Barazim sot? Po. Interesant. Një parashikim në barazim thekson me gola apo pa gola? S'ka si barazim. Ndërkohë që presidenti para i Elbasanit premtoi një fitore 2-0. Atë di vete. Ndërkohë që dhe gazetari sportiv. Po, familje fati. Optimist për fitore. Por një tifoz tjetër, Agron Osmani, që e mora pak përpara jush, ishte entuziast për fitoren e vllaznisë. Jo. Unë besoj ke vllaznia, po besoj edhe ke Elbasani, sepse Elbasani për momentin është një formë shumë të mirë sportive. Po dhe Shkodra është në formë. Kështu që mendoj që mund dali ke barazimin ndeshja. Isha me Dhimit e Gjikën, emër simboli i futbollit të Elbasanit, dy vëllezër, Mihat dhe Dhimit e Gjika. Ky ishte Dhimit e Gjika. Faleminderit shumë. Familja e artë sportive e Elbasanit të vitit. Faleminderit në intervistën. Gjithë të mirë dorë. Ciao. Mirupafshim. Të ndërruar shikues të Beu Sport, kjo ishte lidhja e fundit në pragneshjen Elbasani Elbasnia, vetëm 2-3 minuta do të shkojë kjo ndeshje në stadiumin Elbasan Arena, ku Elbasani ka një pikë me tepër se sa Vllaznia.